Prej muajsh me radhë tashmë në Vlorë po realizohet një projekt i cili ka sjell vetëm pasoja negative për qendrën e qytetit. Projekt ky që konsiston në rehabilitimin në total të një godine 15 katëshe në sheshin e Flamurit, e cila prej vitesh ishte lënë si karakatin, dhe kthimin e kësaj të fundit në qendrën më të re multifunksionale në qytet. Fillimisht në vitin 2019 u fol nga qeveria shqiptare se kjo godin do të shembej për t'i dhënë frymarrje qendrës së Vlorës, por edhe muzeve të qytetit. Por më pas, në 2022, kryeministri Rama ndëroi mendje dhe kjo godin e parashikuar më parë të ndërtohej si hotel u ble për $9 milion dhe u vendos të bëhej ndërtesa më e re multifunksionale në qytet. Punimet në të filluan në vitin 2023, por megjithse tashmë kanë kaluar më tepër se 18 muaj nga nisja e punimeve, kjo ndërtesë të ofron pak a shumë të njëjtën pamje si më parë. Të mjafton ta vështrosh nga afër për të kuptuar ecurinë e punimeve në një vend që duket sikur nuk ka ndryshuar asgjë. Punimet në 18 muaj kanë avancuar me ritme mjaft të ulta, duke të dhënë imazhin sot se nuk do të përfundojnë asnjëherë. Jo vetëm kaq, por ecuria e punës ka sjell edhe mjaft probleme në qytet. Zhurmat shqetësojnë prej muajsh banorët e zonave përreth dhe në veçanti të gjithë vizitorët që çdo ditë shkojnë në sheshin e Flamurit, ku nuk mungojnë as të huajt. Jo vetëm zhurma shqetësuese, por edhe pluri që vjen nga pjesët ndërtimore është një problem prej muajsh më vete në këtë zonë. Pluri dhe nga ana tjetër balta e 10 makinave të tonazhit të rënd që kalojnë me gomat me balt në rrugët edhe trotuarët për të bërë të mundur realizimin e këtij projekti. Gjithashtu prej pamjeve që ndiqni në ekran, dallohet qartësisht që punimet përkryen me masa të cënguara sigurie. Aty megjithse kemi të bëjmë me punime me materiale të ndryshme, inerte, betoni dhe ekuri, mungojnë rrjetat mbrojtëse nga inertet që rrezikojnë të përfundojnë mbi kokat e qytetarëve. Është ngritur edhe skeleria nga fillimi deri në katin e fundit të kësaj godine, por edhe ajo pa një mas shtesë sigurie që në raste të ndonjë emergjence rrezikon të shembet për tokë, duke rrezikuar jetë njerëzish. Jo vetëm kaq, por rrethimi kantieri të ndërtimit prej muajsh ka zaptuar një pjesë të mirë të territorit të sheshit të Flamurit. Trotuari pranë sheshit të Flamurit, ku duhet të kalonin këmbësorët, është zënë totalisht nga rrethimi prej Llamarine. Jo vetëm kaq, por ky rrethim ka zaptuar edhe një pjesë të territorit të Vlorës së vjetër Muradie, ndërkohë që punimet krahas problematikave, godina në fjalë, ndikon edhe në imazhin e qendrës së qytetit, duke të ofruar sot një pamje as pak të ishme për sheshin historik të Vlorës.